se shikoj shumë bashkëbisedues, shikoj një gjë, sigurisht data 11 maj tani sa afërmi edhe janë zgjedhjet, normalisht edhe unë përfshihem në debatën, biseda. Kam qenë qysh i vogël, i ndjeshëm ndaj këtyre çështjeve sepse kam ekzistuar viktime e tranzicionit socio-ekonomik, tranzicionit politik. Këtë rallë duhet m'ia dhënë opozitës, jo se harrojeni këtë prallën që na shesin partia në pushtet. Jo po Sala, lene mëse nuk ka Sala, ka marrë punë Sala është lider simbolik, është lider historik. Nuk ja jep Salës, duhet m'ia dhënë opozitës, mëse nuk ju jepet më këtyne që thonë të kisha vite jetë t'ja jap liderit, si dikur në kohën e Enverit. Sepse gjithë dashurinë që i kemi dhënë Edi Ramës ato vite, domethënë, pse që kemi mënyrën e vet ja dhëm sepse menduam se ishte një diçka ndryshe, jo se do bëhet një Enver në vend të Enverit. Sepse menduam se nuk do lejote asnjëherë me ardita me thënë që marsh nga vitet tona, nga jeta jonë, si ju thoshin atëherë Enveri. Tani kjo bot Tirana, bot diktator komplet. Nuk guxon njeri me fol më vlla. Nuk guxon njeri me fol më vlla, me thënë i llaf. Jo po Sala kështu Sala, po lene mos Sala, ka marrë punë Sala. Sala u bë sa vite, u bë një dekatë ca që nuk administron fonde publike.